Peshori gjatë kësaj jave mund të jetë pak e pavendosur, siç do thoni ju se është karakteri peshorës. Jo, gjatë kësaj jave është vërtet një javë ku mund të ndjen të disbalancuar. Kemi një energji vërtet shumë të fuqishme, sidomos ata që kanë ascendentin tek shenja e peshorës, do të vënë re një ndryshim shumë të madh në botën e tyre të brendshme. Tashmë mund të analizojnë gjëra të cilat deri në këtë moment nuk i kanë vënë re. Këto analiza mund të jenë aq të detajuara, mund të jenë aq të lodhshme sa edhe ata vetë mund të humbasin fillin e punës dhe kjo automatikisht do t'i largojë ata nga gjërat ose nga temat të cilat duhet të fokusohen. Për shenjën e peshorës gjatë kësaj jave ka shumë rëndësi që të fokusohen vetëm tek gjërat që janë të dobishme për ta. Një, karriera, ku mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe nëse jemi të vëmendshëm, mbi të gjitha bashkëpunimet. Për bashkëpunimet, kjo javë është shumë efikase për shenjën e peshorës.